Oh, more labo shoku jon, emisioni qysh po të shkon. Oh, more labo shoku jon, emisioni qysh po të shkon. Oh, hajde lab! Knatësi është, knatësi mi pas katërve sonde këto. Unë i piton përshëndetje edhe shikuesve të radio televizionit 21, shikuesve të emisionit Një kafe me labin. Është kënaqësi që edhe sonte jemi bashkë edhe aq më tepër që jemi tek Luna Resort, ku po uroj edhe po besoj që diçka të bukur po ju sjellim edhe prej kësaj nate. Është kënaqësi sonte sepse unë thash në pjesën e emisionit Një kafe me labin atë më tepër sonte, unë i kam vëllezërit Baraleu dhe vëllezërit Mehmeti. Kështu që është kënaqësi Taulant, Alban, Fidan, Exon, që ju kam sonte pjesë të emisionit Një kafe. Nasia është e jo, në labi edhe pse gjithë jena mësu mu knosh kur vina të ti, po herave tjera në ke mojtë në për do ambiente matë në zetë, së du kënaqëm fort të mërdhim. Na ke mërdhim, sonde na ke mërdhim. Po veç, të regom një bënë një të sinqertë dhe drejtë kështu. A ju ka rënë ndonjë herë që të shtume me Jo, për mu... Edhe me vojë misja. Personalisht mu jo, është për me kënaqësi me ty me punu gjithmonë, të je gjithmonë një njeri atraktiv, do me thonë që din me bo kësi emisione, kështu që jem shumë privilegjum që jemi të te dhe besoj që kena me kalu mirë dhe mu knaqë sonde. Edhe unë uroj edhe besoj bashkë me shoqërinë. Bashkë me shoqërinë. Këtë ambient ka zbukur të Luna këto, po knaqëm do të thonë edhe mas emisionet. Një raportet. Labi është mund Këto e ki ekskluzive ki Exonit. Dëqam, unë e po i përshëndes edhe ata dy vllazit e juj, tjertë, edhe Andin, edhe Arin, për thëmë faleminderit që jam pjesë e juja edhe jeni pjesë e imja. Këta dytë këtu, dhe më thonë, piano, midis borës, me violin. Perfekt, kjo ndodhë me se lobi. Horror, po dhe daj, horror. Alban, se Albani e ka përjetu, Taulant nuk ke pas mundësi me qenë, po si vjetë kismet vitin tjetër, je pjesë e sezonës verës. Albani e ka përvu me qenë edhe në plazh, në zall, edhe nuj me putë. Kreti kemi provu sonë. Kështu, po du me janis me juve pak sot tek miqësia dhe shoqënia. Të marrë parasysh se, unë thëmë, njerëzit pak e din që ju jeni, përpos që jeni kolegë të mirë, jeni një farmyrë dhe shok të mirë. Edhe sonte, në një villë jeni të vendosur bashkë. U knaqëm. La po filloj une se Albanin e kam shok që kogja shumë vjetë. Edhe e përmende shumë mirë që jo që e kam veç kolegë, po për me kam edhe shok shumë të mirë, edhe sonte jem me një villë bashkë, këna me flejt bashkë, këna mu knaqë. Kështu që... Me Albanin në knaqësi me punu, kemi edhe potporia bashkë dhe kongë bashkë, kështu që besoj që deri në fund ka me vazhdu miqësia jonë kështu. Edhe me Albanin tash edhe me Fidanin që u bashkë kanë gjitë në skenën shqiptare. Publikisht realisht se Fide është gjatë gjithë kohës ka qenë me mu si këngëtar, po sefte ka dalë, do më thonë këtë vit që e lam pas, do më thonë ka dalë sefte publikisht në disa potpori edhe projekte. Edhe pikohje. Edhe për mu është knasi që tash jam edhe me vllaun, edhe natyrisht me Taulantin e Exonin e njivemi shumë mëti, do më thonë nështë prej fillimit karrierës, po ne kam qenë pak ma herët me grupin atëre, edhe i një, do më thonë prej asaj kohë, kur do shta këta kanë fillu, mos tem sefte adin, po njivemi shumë mëti edhe kemi pas gjithmonë raporte shumë të mira, edhe kemi pas kohëve të fundit edhe disa projekte që janë prit mjaft mirë për publikut edhe knasi gjithmonë. Atmosfera është që kjo qysh hinëm që tu, do më thonë kjo është si pasoj që erdhë prej ambientit qysh jemi këtu, edhe është knasi interesant, do më thonë me gjenë të vazhdojmë qështu. Po më interesant pak, unë e di, po për shikuesit. Ju zakonisht dhe më thonë delni edhe për një kafe edhe jashta emisionën ku jeni, jashta projekteve që cilat i realizoni. Po, do më thonë, her pas herë dalim për qef, qysh nga lidhët puna, po edhe kur kemi projekte si do nësë, dalim i diskutojmë ato, i realizojmë bashkë. Qa kemi punu me Taulantin kanë qenë kredi studiet e Exoni shumica, edhe ka një ambient mirë aty, edhe ma shumë në shkej ke koha të bo laf atmosferë,
po mëndej të diskutu sa nëse so që realizeshëm diçka në studio, kupton? Edhe realisht herën e fundit kom shku në studio me bo një kong bashk, kena përfundu me 3 projekte. Kjo e mirë. Po, gjatë kohës që ishim aty propozo disa projekte do kong shumë të mira që na pëlqeshin s'mujshim i ndo, dikur thamë atë një qka i bojna krejt. Po, mirë, Se cila ma mirë se tjetër. I ka prit mjaft mirë edhe pse jo, do më thonë. Egzan, që dhe jo ma i zërth me punu? Taulanti Albani? Po? Nuk janë... Ja. Dhe më thonë, nuk janë që kërkojnë shumë? Ja, ngojnë. Ja, besojna punën këti edhe, adin është letë, edhe kënë po besoj me punu me neve, edhe nasi do mos me të, është knasi. Okej, kur jemi bashkë këtu, unë kisha dashë këto momente, ta shikojmë që shë erdhëm, edhe akomodimin e gjithë shka të kluna, na para prakesh jemi ndalë të karia, edhe kemi marrë karburant, jemi shërby, edhe pastaj kemi mri në vogë këtu. Po e shojmë edhe pastaj kthehemi prapë prej kësaj atmosfere këtu ku jemi, e di që nata është e gjatë me shumë të bukura, unë i mos të dani nga ne sepse surpriza sonte njëra pas tjetrës vinë, edhe e di që diçka e bukur edhe e veçantë është prej kësaj miqësie edhe këtyre raporteve të cilat i kanë edhe Barajlit edhe Mehmet. Fidan, kur se pas na pas që Albani me konë kondukter e ti shofer? Po më garkan kohë të fundit. Ej, nëse që ne ava. Qka, në ndina dizel për me goksu? Dizel me goksu që të... E shikuam edhe atmosferën atje, akomodimin tek Luna Resort ku jemi. Në fakt, unë po i falenderoj edhe po i falenderoj Pavinin për aromën e kafes që ma jep gjithmonë në studion emisionit, vazhdon me qenë pjesë e imja, pastaj duke mos harruar Prishtina tiketin sepse unë udhëtoj kudrën për botë bashkë me ta. Faleminderit edhe ju shqiptarët të cilët fakt vini në vendlindjen e juaj, keni biletat më të mira, më të lira, e aq më tepër edhe ne si prej Kosovës nëse dojmë shku kudrën për vende të ndryshme, në Prishtina tiketin e kemi shumë komad edhe rahat. Po ma mirë se Prishtina. Po, ku ka ma mirë se Prishtina? Kur jemi tek Prishtina, pra, qa po knojmë? Qa po knojmë, pra? Po malun synin jana, goce nga Tirana, hajde goce të rrina, janë djali nga Prishtina. Ore labve të shoshnin, qa po pin, bukuroshet vesh për ne, po luin ta volin. Hajde lapi, kompa! Ska ma mirë, jo ska ma mirë, vesh për mu, po lun jana, e pas ka falë zoti, me tana, po malun synin jana, goca nga Tirana, hajde goce të rrina, jam djal nga Prishtina, po malun synin jana, goca nga Tirana, hajde pak maknena, se je djal nga Peja. E di që kjo natë në tash edhe për shikuesit ka me qenë e veçantë edhe do t'jetë pak sa ma ndryshe për shkak që jo vetëm këtë pjesë, është edhe ajo pjesa tjetër që në fakt unë kam përgatit diçka për ju, por shikuesit do të kuptoj pak e s'ma vonë.
e bukur. Se është i kur thot kështu kom pregati diçka. Po aty, Kisha dash pak, lotin po qera. unë kisha dash që secili prej juve nga një refem, nga një kujtim, ndoshta tjetër suj, me ndosën të bashkë me shikuesit e emisionit Një Kafe Mlabin. Alban? Këtë pjesën në shtirë gjithmu. Është vërtet labi që ne si këngëtar domethënë ne gjithmonë do të më shfaq atë pjesën atmosferë, buzëqeshun, pavarësisht se çysh i kem gjendjen të shtëpia, ato problemet familjare, ato që i kemi, që i ka gjithë secilin familje, duhet mi lanë edhe nuk është bashkë e lehtë gjithmonë me harru ato se njerëz jem prej që thojmë prej emocioneve jemi të kriju. Unë kisha me nda për shembull rastin tonë që kemi pas fatmirësisht gjatë jetës nuk kom pas sfida të rana të jetës që më ka bë për shembull me u mërzit ose ku ta di unë përveç rastin Ari kur na ka shku në Zvicër, ai ka qenë për mua një dhimbje kështu që për neve si vllazni është ka shku në Zvicër dhe ka qenë emocion jo i mirë. Po kisha me veçu ndoshta rastin para 2 viteve, tash fiks ban 2 vite që e kemi pas rastin domethënë me prindin, po në babin, që kur folet për prind gjithmonë është ndjenjë edhe emocion që nuk mundem me përshkru ndoshta gjithë natën me fol këtu. E kemi pas rastin kur babi pat probleme zemër, edhe domethënë është jeta është shumë me befasi, ndoshta shpesh herë fatmirësisht na kemi pas befasi shumë bukura në jetë, po ajo ka qenë në moment domethënë që kemi shku një kontroll me me të dhe është dashur me bë 4 bypassa. Edhe ka qenë një sfidë shumë e madhe se na për një moment domethënë ka dështu me operacion me gjithçka dhe e kemi hup një farfor me prindin, po Zoti i madh deshti që me ndihmën e mjekëve natyrisht kanë intervenu edhe ajo është sot me neve, edhe si familje kemi përjetu shumë rëndë, domethënë, edhe ka qenë kohë bashkë para vitit 3, me dim që kemi përjetu, atë kohë kanë qenë ja 3 muaj shumë vështira për neve, po që ajo natyrisht me gjithmonë me ndihmën e Zotit që më besoj shumë Zot, ai deshti me na lanë prindin edhe ai e din sa kohë, edhe domethënë sot e kem prindin e i gëzojmë të mirat gjithçka me të, po që mu më ka bë me pa jetën për një kondi ma ndryshe. Unë i kam ndoshta 1-2 vite që para një kohë jam marrë për do gjona shumë pa lidhje, ndoshta i kom botë mbaja. Që realisht ato nuk janë kur gjë, se janë sfida të vogla, po që prej që ka qenë rasti i prindit qashtu, unë e shoh botën krejt ndryshe edhe mundohem me shiju sa ma shumë. Natyrisht njeri gjallë du të me punu edhe me mundu me gjallënu që thojmë. Mirë po me mujt njeri me shiju jetën sa ma shumë edhe me punu, po mundësisht me shiju pran familjes, pran njerëzve që i ki dashën, se është një moment ku nuk vynë kur gjafi ma, nuk ka vlerë, veç ai rrethi jo t'i ngusht. Dhe tavolinën e babit juj. Ti e përjeton labi se unë e di që edhe ti e ke hu prindin edhe kemi qenë edhe aty, edhe ti e ke pas sfidën, bile ti e ke pas një sfidë shumë tronë, që ndoshta muj me përmend këto. Adone tash sfidën e babit juj, domethënë sfidën e babit juj, domethënë e kom përjetu. Tavolinën e babit juj unë e kom përjetu, domethënë që edhe unë 3 senda në fakt i kom vendosme, kështu që e di çfarë ndjenje është, e di çfarë... E shë botën krejt ma ndryshe, ja dim vlerën gjithçka shumë ma shumë. Ndoshta keni mujt me vrejt edhe periudhën e fundit që unë çfarë që e bëj me vullnet, po jam pak më i qetë. Jo që kam qenë përpara. Përpara kam qenë kom pas për mdoket dinamikën shumë ma të shpejta, ma të madhe, kurse sot e kam pak ma relaksu se gjithçka. Sigurisht është mirë me marrë gjithçka ma me relaks, se asnjë se dina me fletë ose dina shohëm në njani, që është mirë me shiju jetën, sa të mëni kalon një sa ma shumë kohë me ma dashurit e juj, natyrisht rrethi shoqënia janë shumë të rëndësishme për mirëqenjen e njerit, se e majnë vullnetin e njerit, po që familjen do të me majtë shumë afër edhe mu mundu me shiju çdo moment që e ki me ta. Taulan? Lab, fatmirësisht edhe ne si familje nuk kemi pas diçka dhe shumë tronë, po e kemi pas një ngjarje në shtëpinë tonë, po ndu mi alon këtë rrëfim
Me shpjegu vllaja me Egzoni, se Egzoni është kryesori. Okej, Egzon? Lab. U martu, Okej. edhe si çdo bashkërtë dhe bashkëore që ka qef me pa Çdo fëmijë, qift. si çdo qift, patëm qef me njerë. Mos me prit edhe me thonë, je po pauzojna, dashëm me njerë me startu, besoj me hizën e Zotit. Na fali, Zotin një, me shazon, po abërtojmë bujtë katën, edhe nuk e morëm shumë, si nga zemë shumë. Subo. E provum, një, mirë. E pretëm shumë egzim. Se shkoj muj 6, muj 7, edhe janë nisë e dhe në sene, so gëzova shumë. Po për moment, ndrej situata, lindi para kohë. Edhe jetoj një javë edhe vdeq. Nuk ishë vështirë, E pështirë shumë, Po, do është i Zoti, mi falit arë dy fëmijë, i kam 2 djemë. për ata doshta dhe më thonë se qka humbë dështa edhe zavëncohet. Kështu që ti i ka humbë 2, ti pali Zotit 2, se 2 i ki që ndoshtë, i ki me krejt mirat e Po, Zotit. fëqirë Zotit. Qka vjen prej Zotit, mirë se vjen, prej ati që vjen, dhe më thonë kjo është një sprovë, dhe më thonë edhe e di që edhe ty dhe bashkëshortën të ka boftë ma të fortë. Po, hajtë do Zotit din, Po. krejt që kanë A do, i den. këtë të rëndës ko po. Se cili prej juve jeni prind sot, është një përgjithësi shumë e madhe. Kogja. Sa ju ka ndryshu, dhe më thonë, komplet, dhe më thonë, jeta, rutina, gjithë shkapi, mendimi besa edhe prej ardhjes fëmijëve në jetë. Po, mu bo babë, shkur shqip. Lab veç kush bëhet prind mundet me ta spjegu këtë punë. Përgjithësia po prind këtë jetë është shumë e madhe. E falenderoj Zotin s'pari shqyqyr që na i ka mundësu mo bë prind se dikush e pret me shumë vite, ndoshta edhe kur asnjëherë nuk bëhet në këtë jetë. Po shpresojmë edhe këtë shok që ka i njohëm edhe çdo shqiptar që ka qef, çdo njeri me pas fëmijë, inshallah don Zoti sa më shpejt edhe ju fal. Po seriozisht kur të bash prind është këtë tjetër kategori, tjetër ngjarje, tjetër jetë, tjetër ngjyrë, tjetër gjithçka. Merr kuptim gjithçka për ty. Unë, falë Zotit, i kam 2 vajza dhe një djalë, të partë i kam binjak, të edin, pastaj pas 2 viteve kam edhe një vajzë tjetër. Do me thonë, kanë thonë që për me, si gishtat mi prit njëjtë dhamin. Si ki besu për para, Jo, s'ju kom besu, s'kena besu, që ashtu është, por vajzat janë tjetër shka. shërbet. Kur u merë dhe në vajzat njët, do me thonë ju më shumë ma i qetë, ju më konë shumë impulsiv njët, edhe marrë jetën tash kejtë ma ndryshe, se e di që nuk jam veç vetë, kom dikon mbrapa. Do të me menu edhe për ata mbrapa, qka po bëj, se i kom shumë përgjithësi edhe për ta. Kështu që kom dru kogja shumë si ta ulan. Ti me dhe më ke njoftë edhe ma herët si i ri, po edhe tash. E besoj që tash e dhe qysh jam. Arivan? Qa me thonë është, janë ndjenja që s'munësh mi për shumë e fjallë edhe me ne gjithë natën qëtu, po mdej, se cili pa përjetun lëkurën tonë, unë i kam 2 djemë me një vajzë, tash zvoni, që e kam vajzën, se janë e zhë u fryshin. Mashallah, Kush ka vajza botën ka? Mashallah, inshallah kime jetë gjatë. Është emocion jashtëzakonshëm, po mdej, pa përjetun njeri nuk mundet m'ja spjegu kërkujt. Më ka ndodhë edhe mu, timi. Thojnë kush kam pare, timi... Timi shkën të parja. Rangë ka. Ka të frima. Është emocion jashtëzakonisht i veçantë, edhe unë i kam 2 djemë, po tash qërshia mbi tort është vajza e vogël, që edhe djemë po e dojnë shumë. Kështu që dash Zoti ja u falë gjithë ata që dëshirojnë me pas fëmijë, i gëzon Zoti me fëmijë, edhe është ndjenjë jashtëzakonisht e veçantë. Bota edhe jeta e merë një kuptim krejt tjetër. Do më thonë, ti kur je i ri, ne përdorim një fjallë, vrapsha mos u vrapsha, s'intereson fort për gjë, ki qef me ba qef, edhe me jetu jetën. Po kur janë fëmija, tash e ki një farë përgjithësi e krejt në ndryshe, se e din që dikush pret të shpia edhe pret prej teje diçka. Po mëndej, këtë flasën edhe 2 orë këto, do më thonë s'muj me shprej ato që unë e ndje për brenda. Normal, është përgjithësi shumë e madhe dhe i ka përgjithësi, do më thonë, angazhim për ta gjitha ato, e kemi punën, e kemi na
kur krejt tjerë pushojnë, na punojmë, festat, gjitha ato për shembull nuk na vjen ndoshta shpesh herë mi kalu me ta, po madjane për 31 dhjetor me kom marrë vendim që nja 4-5 vite puna e fëmijëve nuk shkoj kërkon ma me knu, edhe vllau edhe djemt që i kam të ekipës edhe ata i kam fëmijët, e kemi diskutuar, shkojmë as shkojmë, edhe kemi marrë vendim që bilet të paktën qatë 31 dhjetorin të presim me fëmijë në shtëpi, se kur u largojsh e diqysh ishe me një momentin kur krejt tjerë të knaqë që na dashke me dalë ndoshta me shumë me knu dikun, edhe për që të arsye kam anullu 31 dhjetorin ma nuk shkoj thuj se keq. Është emocion përgjithësi, po gjithçka është e bukur. Labën e veç më ronë mend tash të full, mos t'i përsëritëm këto të njëjtat është ndjen emocion s'bot fjalësh, po janë edhe me një farë frike, me një farë ndryshimi tjetës që ti nuk është një moment që s'ki ku as më bo prova, janë senet e para që i përjetën me të. Edhe është panjohër edhe është shumë e çuditshme që është vjen edhe një ndryshim natyral në vetë vetën edhe përshtatësh me kërkesat e tyne çfarë dëshgjinie që janë, është e papërshkrueshme domethënë, është përgjithësi shumë e madhe, është kënaqësi e jashtëzakonshme, është emocion që veç lindja e fëmijës mundet me ta bëj. Dina krejt kongët e YouTube-it që janë Gjoni jes papa këtë Ani ashkojmë. Guli. Bravo maestro. Të ta ndërpretëm. Këto momente, i vetmi është taulanti që urojmë që tjetë edhe taulantit këtë Forca taulanti. Forca. Hajde ma gjonë. Jo e të një edhe vetë, shqyqyrësat që i kemë, mos në lorë zodi pa ta, s'tu me zlot ma shumë. Rujzat që i ka dhe që ju zot atyre të cilët fakt nuk kanë edhe luftojnë edhe kanë dëshirë për me pas fëmijë ne i lutemi gjithmonë. Okej, ma shumë e do një dimnin, apo e do një verën? Unë për veti e du verën ma shumë. S'ta shkan me thonë krejta apo verën, se këta dashma ati kanë sezonën, ati kejta të thojnë. Realisht edhe po. Mas ma leon është që të po. Jo, na unë është të lojmë kur njetë, po unë jam tip që e du djelin ma shumë. Po, unë jam njeri ma i mërdhit në Kosovë, edhe kështu sot pjo të regoj ekskluzivisht, që unë në ardhë do me thonë gjithkon. Edhe kështu që e du veç verë, kësha lanë veç verë non stop, po që që zvetna. Alvan? E ka me thonë një ekskluzivitet, se po merë dhe goja për i ftëftit. Qatë shumë e të dimnin. Unë jam edhe maj mërdhit se këtë. A përtini së li bënat ma Jo, nuk është që se du borën, po e du veç me këshyrë pej gjamit edhe nga të kamini dikun knashna. Okej. A kështu jo, unë kam një asit tipi lap që kur shkon dikun borë do të mi majtë 100.000 sene me veti, jo tesha, jo adin lukë shkon. Jam asit tipi që shkoj në plazh edhe me të regu drejtën, adin mos me qenë që ta fëmija që do të me nga ka njerë mas tyne. Veç i kësha onë gjishtin cilit kish livrit e kësha këpu. Veç edhe me nejtë ndili aty, nejtë pijet ftoft edhe knashësh. Për që ta s'ma dëmë për... Qashtë në sport dhe më verën lavë. Nashta edhe që s'dina me skiju e kësi sport e dimnit, nuk është që më tërhek shumë dimni. Verën e du fort. As vesh shumë ashtu në zetë, as të shumë si mes me kohë. Se një bën as një shqiptar një gujës, as një. As shpizë që jetë. Jo, Nalë s'na vetë, heq e ban Unë po të regoj që fati shumë i madhë ke që unë dalim dhe më thonë të karia dhe e mbushëm makinat me karburant edhe gjatë tërë kohës dhe më thonë i kemi makinat e dhezme. Për shkak se këta përshqinalive ajrë shumë i pastër, për duhet auspu i pak. Ups, jam të fëtë më verën. Hej, është e vërtet që Mora në thunë. peja për këtë punë është për mja ozga dorën, që kanë thonë gjithë, i keni bjesht, ju ka beku zoti me këtë punë. Po dhe Prishtina nuk ka keq. Fenomenal. Propozoj kush vjen me vizitu pja. Pa tjetër. Luna resër. E kemër edhe na vetronikun, që? Allojme se po na ekin që ata burë, se ishëm knasë të burë.
Unë po i them shikuesve që të qëndrojmë bashkë me ne, për shkak se pas kësaj atmosfere këtu, ne kalojmë Mrendi Dvillës, tek Luna Resort, edhe aty vjen një atmosferë krejtësi tjetër, po këto momente unë kisha dashur një falënderim shumë të madh së cilit prej atyre që reklamojnë produktet, biznesin, por besa edhe janë pjesë e imja, pjesë e misionit Një Kafe me Labin. Këto momente po them faleminderit Luna Resort ku jemi duke realizu emisionin Një Kafe me Labin, por një falenderim shumë të madh shkon për Prishtina Tiketin, që është lider në vend sa i përket udhëtimeve, ju të cilët fakt vini prej diasporës, mirë se vini në vendlindjen e juve me Prishtina Tiketin, ne që të cilët fakt vizitojmë në vendet ndryshme të Evropës, me Prishtina Tiketin i kemi biletat edhe më të mira edhe më të lira. Magjistrale është Aria Petrol. Daluni, mbushuni karburant, por edhe vizitojni marketet edhe gjitha. Po, edhe me pi, po, ja vlen, por mundën edhe restorane, besa, edhe restorane me qenë aty. Mos me haru që pjesë e imi është edhe pavini, kafe, aromën e kafes që ma jep edhe në studion e emisionit Një Kafe me Labin gjithmonë, por ma jep edhe tak këtu tek Luna Resort. Unë jam falenderues secilit prej shikuesve të emisionit Një Kafe me Labin, ata cilët fakt janë të shumt, janë shikuesit që na përcjellin nëpërmjet YouTube-it, Instagramit, televizionit, gjithçka. Kështu që ju du pa fund, po edhe në TikTok jemi. Edhe një falenderim për këta dytë që sonte i kanë durt gishtat e pimë, Taolanti edhe Lumi, sakrificë kanë sonte, e një falenderim shumë të madh për ata duhet një duar të kitje për ekipin e Nisteniqit. Faleminderit Berat, faleminderit Kushtrim, faleminderit Patos, Flori, faleminderit shumë, Ekran, faleminderit shumë, faleminderit Fisit, Hajdari është mrena atje, edhe Halimi është mrena. Kështu që me marketing, me njërë pas marketingut, kalojmë pjesën tjetër. Jabi, sa jemi qëto të zjarri, e kem një farë frymëzimi që një konge, që kem të eknu dhe ma herët. Rrethëm rreth kalase, këndon kuria, Elbasan i bukur, Elbasan. Për te i namaz gjasë, vjen me ta lurqia, Elbasan i bukur, Elbasan. Për te i namaz gjasë, vjen me ta lurqia, Elbasan i bukur, Elbasan. Vajzat si sokale, tjen to si Petrita, edhi kange bale, si ylber me gjyra, me zulloj drita, Elbasan i bukur, Elbasan. Vajza si sorkave, tjem to si Petrita, edhi kange bale, si ylber me gjyra, me zulloj drita, Elbasan i bukur, Elbasan. Rallë kam po këso bukurie, sigur hana tu i ndriqu. Hajde Alban! Rallë kam po këso bukurie, por si hana tu i ndriqu. Hajde Hori! Gërshetate pas kanë hije, ti pëlqeva syte shkru. Gërshetate pas kanë hije, ti pëlqeva syte shkru. Bravo! Ja, e dhezit që është atë. Po, si ja nisët me këndu, timi vek. Po, Se porja, bakshishi. Ej, falimderit shumë, falimderit, edhe unë i thamë që do një bashkë me ne, sepse akoma nuk keni pa, që keni me pa sonte.
E ishim bashkë me marketing, edhe njëra faleminderit krejt atyre të cilët fakt kanë reklamu produktet dhe biznesin të emisionin Një Kafe me Labin. Jam falendërues secili prej atyre, por jam falendërues edhe atyre të cilët fakt reklamojnë produktet dhe biznesin të emisioni të radio televizioni Nistëne. E bukur është nata, unë thash edhe pak ma herët, vllazit Mehmeti, Beraliu, që unë i kam në studion e emisionit Një Kafe me Labin, në këtë resort ku jemi të realizu. Tash në këtë pi jashtit, tash të atje shumë ftoft, këtu shumë nxehtë. Unë këtë pikën ku kam qefë, që shto kam qefë burën. Po. Nxehtë këtu, jashtë me po, për Për ndryshe, jashtë me ta dash ti jo. Alban, kush o për ty i shajt në familje? Po në thash ma herët, po më lej rrethi ngushti familjes krejt, edhe njën të shajt. Po tash me qenë se po lidhë tema të fëmijët, adin s'krasohet kërkosh natyrisht prej prindve, familja ngushtë, rrethi ngushtë është e shajt edhe unë për veti mundohem shumicën e kohës përveç muzikës e këto që i kem, kryesisht e kaloj me familja, u këtën maksimalisht, se është e vetë një që është ma e afërt adin, si të mirë, si të keq. Fidan, mamja, babi? Cilën do ma shumë? Ja, mi do s'moj, dy prind janë, do më onë është për një me të shajtjen. Taulant, e vështirë për ty. Po dhe për mua shumë Dy vllaznit njëri mas tjetrit. normal është... Cili, Exonin që ka mama? Nuk me i do si mi vra, kanë thonë. Jo, normal, familja është, që është edhe Albani shumë e shaj, nuk mund është asnjanin me nda, po normal që një nivel pak më të lartë ka fëmija. E Vladi është tjetër sen. Dhe prind tonë përdojnë ta shmin ma shumë se Ma shumë se ne, po që ashtu e vërtet është. Unë e njerës unë besu në këtë farë lafi, po kër e kom vetë babën tem që është e vërtet, po që ashtu është. Se vjen me një kohë që i rritën fëmijët e tu, pastaj e bën ti një moshë edhe ki qef mi po alo do të vogël, kështu që nipat mes ati do ma shumë se tut. Për ty që dhe? Një, baba, nona, familja ke i përgjithsi. Po fëmija, pa ke kalja. Kur jemi tek pjesa e ndishme, kur jemi... Jem ka pres që e ndishme, të lash ka më nga po. Plus në zetë është kam vjen lab. A dëmetar për amancet që tash? A dëmetar Jo, mo, ljosh këto. Ha? Ndështë ta shkën zetë ma thonë ljotin në sy. Okej, Nëse nëse ta thonë lotin sy, nga valla okej. ile janis me Berat. këtë. Jo, pianisi pra, mas i pëtur ta ndonë gjotin sy. Kështu që, hajde, okej, pianisi Albana dhe Fidan me juve dëve. Njoni për juve duhet pa tjetër me lezu. Okej. Nuk i kam gjëzlek. Është këgja gjatë, është këgja, po... Kisi ka syza. Nona ju të ka shkru garancë, ajo shkru magat. Ka shku defa të kupje me printu e të losh. Me lezu krejta. Po, krejt, komplet. Alban, kur je linë të jena gëzu shumë. Po kur o linë fide është... Qërësi jam vitor. Një letër për shëndetse për emisionin Një Kafe me Labin. Fillimisht një fjalime njohje për ty Labi. Urime për 25 vjetorin e aktivitetit tënd televiziv dhe shumë falenderit për të gjithë mbështetjen që ju ke ofruar djemve tanë Albanit, Arjanit dhe Fidanit. Kur dëshiron të flasësh si prind, të vi në mendje mira mendime. Që të vegjël, fëmijë të mbarë duke u rritur pranë njëri tjetrit. Nëse keshe me mu dhe... Jo mu shafrim. Pastaj si gjithë familjet shqiptare përjetojmë vitet e vështira, largimi ynë nga puna, momentet e trazuara deri te largimi i babait në emigrim. Ditë dhe net të gjata hëngthi e frikë të kaluar vetëm unë me ju. Në mungesë të babit, ti Alban merr përgjegjësi që nuk i takonin moshës tënde, më ndihmon mua, kujdesesh për vëllezërit. Ti ka dosh me lexuar. Prag lufte dhe ne nisemi në një udhëtim me plot të panjohura të bashkuar me babin. Me refugjatët e parë, me dëshirën tonë, kthehemi në Kosovë. Kur nuk do të harroj gëzimin tuaj të asaj dite. Ishin kohë ende të vështira, orë të gjata, mungesë energjie dhe ne këto net i kalonin duke kënduar. Ti po vazhdoje gjimnazin dhe fillove hapat e parë në karrierën muzikore.
je punëtor i dashur dhe ne si prind të jemi falendërues sepse u bëre shembull për vëllezërit e tu. Krahas studimeve, po ecje me hapa të shpejt në karrierë. Pas po të përcillte Fidani, sugari ynë një herë zëri si zëj dytë e tani krah për krah në skena e dasma. Fidani, vllai yt i vogël, i yti e jarit, që ju shmon e respekton ashtu siç i ka hije të voglit të familjes. Sot ajo shoqëruesi yt i pandashëm, siç je ti mbështetja e tij më e madhe. Ne prindërit jemi të lumtur kur ju shohim si jeni burëruar, jeni bërë familjar të përgjegjshëm dhe ju japim bekimet tona çdo moment. Edhe kur unë dhe babi nuk do të jemi më, e dim se kemi kryer misionin tonë. Unë u moj tali gjithë. Jo, dhe kështu, ma si lexove ti, moj shamet të drutu edhe e s'ka. Na pas ka kursy sot pak, se mami din me shu ka gjarën, po Ka marrë mësim prej herës kalume që Ka karujt pak. Ka zbut pak. falenderimi ndaj prindve nuk mjafton kur. Ato tash që jena prindë dhe vetë e dina shumë mirë. Po sa do pak mundohemi mja u kthy me një respekt, me një mirësjellje dhe me një dashni që ja u ofrojna. Edhe 100 jetë mi pas nësë një dalim më hakë shkor prindve, kështu që nuk mjaftojnë ashta fjalë me shprej ato që e ndjen, po më ndej gjithë se cili për prind e ti, po gjithmonë falenderus ndaj tyre për gjitha sakrifisat që i kanë bërë, edhe ndoshta muj me thonë që prind e mi me që ato po më ndej si kushtet që i kanë pas në 2000-ën, mas lufte, tranzicion, ato vështirësit, e kanë bërë pa mundurën me qenë me mi plotësu mu një farforme ato qefet e mija, se atëherë ka qenë veç qef. Pjesëmarrja në muzikë ka qenë ma shumë qef, se se ka ditë kërkush që ka me më kthy në një të ardhme me qenë profesioni ime edhe ndoshta me majtë kretë familjen prej saj, po e kanë bërë të pa mundurën ata, për mu edhe vllaznin e mi, natyrisht tash për gjithë familjen, kështu që falenderus deri në frymën e fundit për krejt atë sakrifis që kanë bërë për neve, edhe nuk kam fjalë ndoshta me shpreh komplet ato që e mendojmë gjithë secili prej neve edhe ju edhe për prind tonë. Edhe atë rrugën e shkuarjes, po më intereson pak, e kujtoni shpesh? Për Gjermani? Po. Sigurisht se kujtojnë kam qenë pak më e madh, Fidi çfarë moshe ke qenë lën? 7 vjeç, po e kujtoj shumë mirë. Kam qenë dikon 13 vite nëse nuk gaboj. 13. Po. Edhe kemi qenë me një, si atë kohë që dilshin me pasiguri shumë dilshin në për kufi, në për malën, në për sene. Na fatin e kemi pas që babi ka qenë pak ma herët atje. Edhe kemi pas fate pa të marrë një vizë që shim mershin as vetë se di atëre. Po që viza jonë kishtë qenë shumë mirë edhe me autobus kemi shku direkt prej Prishtinë në Frankfurt kemi zbrit, ku na ka prit babi jonë edhe mandej kemi jetu një 3 vite atje. Dhe jemi kthy me njerë si është liru Kosova. Babi ka pas gjithmonë se ta shprindi me të kthy prej Gjermanisë në Kosovë, në një vend pas lufte. U kanë sigurisht për ta e vështirë. Po që na kemi dashur qash shumë Kosovën edhe si fëmi, knasia më e madhe jone që ka qenë që atë kohë është më kthy në rapa. Edhe babi gjithmonë e ka përshkruar ato si një moment që ai e ka pas një lesim shumë të madh kur e ka pas që na po kemi qef më kthy mos më në Gjermani. Edhe unë ndoshta e kam mirë, ndoshta keq. Tash e kam ndoshta një jetë që po mendoj na e kemi një jetë mirë, e kemi një profesion jashtëzakonisht mirë që na sjell edhe të mirat me jetu një jetë mirë, po që nuk e kisha ndru Kosovën në asnjë vend botës. Kom pas mundësi me shkel shumë vendet botës të mira, ma të mira, po me Kosovë nuk ka. E mirë i kesh lloj që ato vëlla. Cili prej ju e dërë me Lizën? Ja si kom syza atë. Po qaron në një egzonë. Ja, edhe kjo Ballkan këto. Edhe taulantit, nuk është edhe taulantit. E ku e na shkje, pra? E jotja. Për mu. Hajde, po. Përshëndetje Labi, për ty dhe për gjithë stafin e misionit Një kafe me Labin. Fillimisht ju falenderojmë që përmes këtij emisioni na jepet mundësia që edhe ne si prindër të dërgojmë një letër nga zemra për djemt ton. Nuk është se nuk e shprehim dashurinë tonë sepse talanti, egzoni dhe andi e din sa me fat jemi që i kemi djemë si ata. Çdo ditë falenderojmë Zotin për bekimin që na ka dhënë djemë me zemër të mirë, të edukuar dhe me vlera të forta njerëzore.
Ndoshta jo gjithmonë kemi ditur t'i shprehim fjalët në mënyrën më të butë dhe ndonjëherë kemi qenë të rrept. Por çdo këshill, çdo çortim dhe çdo fjalë ka ardhur nga dashuria dhe dëshira jonë që ju të rriteni me respekt, përgjegjësi dhe karakter të fortë. Sot dua t'ju themi se sa krenar jemi për secilin prej jush. Secili ka një vend të veçantë dhe të pazëvendësueshëm në zemrat tona. Taullanti është gëzimi ynë i parë, ai që sjell buzëqeshje dhe energji pozitive kudo që shkon. Dhe që na ka mësuar çfarë do të thotë të jesh prind për herë të parë. Egzoni është gëzimi ynë i dytë, gjithmonë i qetë, i matur dhe me një mençuri që flet pa zë. Ai që sjell qetësi dhe ekuilibër në familjen tonë. Andi është sheqeri i familjes. Ai që i jep shije çdo momenti me ëmbëlsinë, pastërtinë dhe sinqeritetin e shpirtit të tij. Ju urojmë të gjitha të mirat e kësaj bote, shëndet, lumturi, dashuri dhe suksese pafund. Gjithmonë pranë fëmijëve dhe bashkëshorteve tuaja. Unë dhe mami juaj jemi dhe do mbetemi gjithmonë pranë jush. Në çdo hap krenar për ata që jeni dhe për rrugën e bukur që po ndërtoni çdo ditë. Ju dua më shumë se sa mund të shprehim fjalët dhe të jeni gjithmonë bekimi ynë më i madh. Faleminderit shumë. Zova shumë shpejt, me shpejt. Me i ma shpejt. Në lëtë. Të monirë me kry shpejt. Mos më thellu. Faleminderit shumë. Besoj që edhe shpresoj që i kemi bë krenar deri këtë pikë që kanë shkru. Edhe Albani tha një llaf më herët që me jetu edhe 100 vjet se su një dalëm hakër shprindve tonë. Faleminderit për krejt që kanë bë për neve, që kanë sakrifikuar për neve për me na pru deri në këtë ditë. E inshallah don Zoti me senet më të mira të kësaj dynjaje i shpërblen ata. Tjetër s'po di çka më thon. Qa me thonë? S'kam çfarë më shumë. E që i dusha. A vëshe këta sugort që i kam pak ma adin. Ma sheqera. Që jena pak ma Tauland e bukur është për shkak se babi qëndron gjithmonë afër jush. Gjithmonë, domethënë tashti më po shkruani letër për herën e parë, po shkruan edhe pat shumë vështirë për më shkruani letër se ai kogja më i rapt është kështu sa i përket punës e angazhimit këtë se gjithmonë është me juve. Ai ja besove domethënë syve që e kanë shkruar letër babi, ja vërtet. Për besun kur i poshtë që prind kanë shkruajt prind e Albanit dhe Fidonit, ma mund mendja që edhe të na kanë shku printet tonë. Po prej babit fort që mësu me marrë as letra, as lavdata, se gjithmonë babin e kam shumë kritik. Është më shumë kritik. Shumë është kritik. Po ja kemi pa hajrin asaj pune që është ashtu, edhe s'pari falenderoj Zotin, që është numër 1 për krejt që na ka jep, po s'dytja falenderoj babin se nëse si shkon babi, na nuk ishim kanë me muzikë sot hiq. Edhe i du shumë pa mos, edhe inshallah do në Zoti edhe ja kthej sa kanë bata për neve mja këthy në këtë tjetë, po s'ma mërmenja. Urojmë gjithmonë që të mi bot lumë të krenarë dhe ashtë ma tepër që më mundu deri në pikën e fundit me jep maksimumin. Faleminderit. Kështu, qka keni diçka pishman? Se pa pas diçka pishman është se pa mundshme, dhe me thonë prej këtyre viteve, që ndoshta jemi ngut kur kemi qenë ma të vegjel, ju kemi thonë prindve, e kur sot jemi prind vetë, na bjem pishman pse i kemi thonë. Pishman jam veç ka njerë që se na si çdo i ri din me gabula. Pa. Din me gabu, nuk e ka atë vetëdijsimin nivelin më të duan të mundshëm. Dim ka njerë mi ngrit tonet e zonit që inshallah Zoti na i fal. Jo në atë mënyrën më absurde, po veç njeni se Zoti ka thonë edhe vetë që nonës as of zbën mi thonë. Po inshallah na i falin, s'di që thonë tjetër. Fidan, Alban? Pishman ju Pishman s'kam që. Sa do ku që ka lënë me ta duket që është një mëngjes dhe apet thu s'jem të kalu boku me ta. Që kjo është një bring që e kjena shpesh herë. Na, për dallim prej djemve, na e kemi pas për krahjen, sidomos në muzikën e kemi pas nonën ma shumë. Edhe djemë për mu i ka ra ma tepër, se nështë si fëmija i parë edhe i kumë pri i gjanave kresisht, po babi ka qenë ashtu që është marrë ma shumë mas punve, mas biznisit që është marrë aty, po nona ka qenë e që ja ka hongër kryt babës për me realizu baba mu tjera. Ndoshta ndajherë edhe kishtë thonë edhe baba Leadin se i ka pas 100 punë tjera, po që nona ka qenë e që ka insistu gjithmonë
po thëmë, pa e ditë asë njerë që në një tardhme ka më ju shpërbly, ka më ju këthy me të mira, se kemi ditë që komendej atëherë kërë marrën me muzikë me grupin, na kemi qenë shumë tri edhe s'ka me ndu kërkosh për një tardhme, jemi knasë që atëherë edhe kry puna. Po që nana ka qenë e që ka insistu e babi natyrisht s'ja ka prish, se ka mujtë edhe ajmi a prish shefin. Po që, do më thonë, ajo i ka gra punve, e na jemi sot ku jemi, kështu që i du, është pak me thonë, i du prind, edhe uroj që të paktën dashnim ju ofru sot mundemi ma shumë, se kështu nuk kem çka i kthejmë aty nëse janë prinda u këtën edhe. Çfarë ndjeni ka qenë kur për herën e parë keni pasur Albanin, për shembull tash ti Taulandin, e fitoni Albanin televizion? Çfarë ndjeni? Po më intereson pak që kjo. Po na ja kena nisë pe fillimi bashkë. Unë pe kuptoj bashkë, po kur ta shën televizion, dëgjur pe shën Taulandin duk në televizion. Kesh. Një është dhe se të keme folë. E di që u kom duket e ti. Herën e parë që të ju pa të në kushë, pa të në bo alë. Ti pe i marrës. O, vërë. Që e më duket të konë herë e parë ti që e konë televizion të ka në televisë. Okej. O kon interesant të gato? Nuk e është këma shumë. Për ka zeni ti jesë interesant, atëherë u konë hiti ditës në radios që u zellë ke. Po. Krejt shpija në telefona, me zhjellë. Sidomos një steni që e ka pas, dhe më të Po, di që gjdoj, tani u zellë ke javës e javës kështu. e i mujit e i vitit e... Edhe pse u konë me grup Albanin na, familja ju një na Në konë... porë këna posë gjithë. Gjithmonë. Që njëre të dhirë telefon. Jo, Në ari ju pështaj kate. është këgja një farë sfide edhe për mu për shambull që kënë fillu mas Albanit, se jem konë ma i ri për shambull një koment me po të keqa diçka ma shumë këmë reaguën e se kjo. E kena përjetu edhe na si familje, suksesin e ti si për të mirë, si për të keq bashkë me të. Si shkoj shanë shpi mas intervistës, gabove qëto, bone qëto, adin të përmensh një krejt, se normal kritikat, që kështë e ka ka tash? Unë s'ka bëj. Unë s'ka bëj. Unë na ki me kesh me ta. E kësha pos një pytje. Intervista e parë. Po qa kesh, bolje më s'ki. Kur të shoh televizor. Lave, e kësha pos një pytje për Exonin se kjo është fëmija i dytë. Unë jam i pari, kjo i treti, Taulant i pari, e Ari që vloju Po, është mes, po. Ari. Se zatë më Ari një thënë e vogël këshe. Edhe gjithmonë në anku se e kanë lonë si anë, është gjitha, dhe nëse i mes, me as i pari, as sugari më fërë. As me shira, as me A ke posë dhe qëto probleme? Jo, ha? Ja. E më rari, Po që është në Zvicër. Kur prapë më të këthy tek Gjermania, a ma qef shkon në Zvicra në Gjermani? se për para, kanë ndryshu kam. Po dihet, po ama ma qef shkon në Zvicra në Gjermani këndat? Lave, është interesant e përmenëm edhe me Taulantin ma herët, ju keni qenë dvezër në Gjermani këndo këtë, ha? Kena linë ati. A keni linë? Na kemi qenë që atë kohë dhe Bobit gjithmonë e ka pas një farë optimizmi, kështu interesant. Bobit, a i s'ka pas qef me na qu, se si zdo prind s'ka pas qef me qu fëmin në Gjermani me jetu atje. Edhe Bobit veç që e keni mësu gjuhën, është pasonie e madhe në do ka atër pa lidhja, kur na thejke që ashtu. Po realisht, tash që na vjen shumë shpesh, që do ma Zvicër, Gjermani, Austri, këto në Evropë, këto, qa që e një vetën si në Prishtinë, do këtë veç shkako që e di gjuhën, edhe njëna di që shumë komod, shumë që me qenë veni jemi, kështu që... Aber das ist ehrlich, du kannst jetzt sehr gut Deutsch sprechen. Ja, kann ich. Oh, mir geht's gut, alles klar. Mir geht's gut, was machst du? Dankeschön, raus. Për ty Tauland, ma me qef në Zvicra në Gjermani? Me këndu. Po. Sabrin... Ma me qef kënoj në Gjermani, se Zvicra është pak ma rreb, po do të me ikë që kënoj. Në Gjermani... Me ikë ka Stuttgart? Kënoj ma me qef kënoj në Gjermani. Se janë pak ma... Gjermani jam duket sikur Kosova. Edhe është pak ma chill. Ma chill në Gjermani. Në Zvicër janë të sene shumë stresuse edhe shumë letë, shumë rrep. Komunikacioni, dishysh është e më nëshme. E na që na mësu ma si lëjetise, kështu që Gjermani është i mirë.
Ka ndodhur deri më sot që i mu taku për shembull me Albanin diku me pini kafe dhe mi gjet kritika. Me jep kritikat e ç'kjo këngë më pëlqej, ç'kjo këngë më pëlqej, ç'kjo ka mujt me kon më mirë, Deri ç'kjo që tash lavsha ne çfarë debati u shku. Po, a? Menja s'ta merr. E pse s'pi bëni çto debate çto ç'tash? Po ja, për publikun nuk Kena janë. për mene. S'na foli më kur. Hinën qas të velo më nesha ka njerë me reagu me relaksu se fort seriozisht e morën temën atin, e trajtun si qash që kështu, prej bohet e Beethovenit e kënej hinën. Jo, sigurisht tash është defekt profesional quhet ajo, sikur ti sigurisht kur e shet dikon të udhëheq në emision, thu që boni që thonë nuk dim veç me ndëgju, thjesht që një dëgju si thjesht. Edhe unë për shembull e vrej tash kur shkojnë në një dasëm për shembull. Nuk di mu knash veç mu shumë me kësy edhe mu allakat, po të në kohën veshin çka po bën këngëtari, që e bani qëta, që kjo mirë, që kjo keq. Kjo po që i kesh shpreja defekt profesional që gjatë gjithë kohës munohesh atë me analizu të në kohën. Edhe me djemë, sigurisht që sa herë shihem, i diskutojmë qëto. Po mendej që kjo është dhe të gjithë këngëtarë se i diskutojnë atë cila këngë po dhejës, jam të me bo një qisin, një qase, adin gjithmonë jem në kërkim zoni, plus është edhe prodhon edhe vetë këngë, kompozitor në atë aspektin, gjatë gjithë kohës të diskutu, të analizu qka dënë publiku, qka me ofru, qka po mendon që kish mujtë ma dhezë, ma shumë të thash edhe ma herët. A e një mirë që o bëni po. Thash edhe ma herët kena shku në studio me bo një projekt, i kena bo 3. Se u lidhë këtë tani duje që ato me ndeshëm që e mirë, hajtë bëni 3. E zonë, a ma mirë, ma leto në përrinë... Atë foli dhe edhe në pak, pasi tani po më thotë momi pëse s'faqë. Para to sot 100%. Ja. Tu thonë atë ekzon momi, shumë mirë se s'foli, të zonë. Shërgore na i pyetje e letë. Fidan shpreho. Fidan shpreho. A ma e leto është me punu për Taulantin, apo për dikën tjetër? Jo, për dikon tjetër shumë ma lese për Taulantin. Po qëta? Për këtu do është ta me. Se të Taulanti mundona me gjetë ato matë një të tjetë e gjaj. Edhe po, unë e adhopë si propozim, kongën i pëlqen okej. Kur nuk është mjaftueshëm me mirë. Është familje të qysh jesh aty, e të bashkë, edhe dy të jesën Tani bashkë. nga një 100 Edhe një është smuja kjo. Pse ja merr gjithmonë ondit kongët? E lën pa kongët vetë atë që ja merr kë. Kush? Taulanti. Një 2-3 herë kanë ndodhur. Gjithmonë Na e kongë që ke mendu për ondin e ka pëlqyer kjo. Një 2 herë kanë ndodhur. Veç dy ka marrë. Po dy çata të ky ka marrë. Po nuk unë konste për ondin. Jo, Janë me shkëlqyja. Ja, kum lanë me shkëlqy valla, ai është djali i art. Jo që e kam vëllau, po unë e kom cekë edhe për intervistat e tjera që unë kur jam qenë 21 vjeçar, se kam pas talentin e tij. Ajo është shumë më e shkallët se unë. Edhe e besoj 100% që ai ka më mri edhe shumë më shumë se unë. Edhe që ja ku marr ato dy kongë nuk ka problem se i vë tjera. Më kanë me piç ato dy kongë që ke marrë. Seriozisht po. Po dhe. Ma borxhe. Ti duhet Albanit, Fidani duhet Taulantin. Hajde. Hajde për ajo shtu kom pëlqej ka. Ti ke ajo lëshova vendin, ku keni ball për ball këtu? Kështu që Po vetë një çka dëni. A shikanë biljet e shkruma? ja, s'kan. Shpjegon me shkuan pet. Që me vetë hallo. Pa të volna. Ja vendi Ja, ne studinjet me Po në Taulantit, a? Po. Të me ngay shka. A ki naj peng në karrierë, për shembull që menon me një pikë dikon që ke mujt me bërë diçka që ja kështë po ojrin shumë ma shumë, ose që diçka që ke bërë që kështë dasht mos me bërë. Ka zej për ato. Ljud ma, Elman. Mos ma që misionin dhe. Kong që si kisha bo kam. Që si kisha A lansu. për cek në një, A një të mirë në një. Moj me cek. a i ka bo kë, Po, a i mos i kom bohën në bile, nuk është Jo, nuk ku ish lirë. Veç të menoj një kong pak sekonda. Më për me kush. Jo, s'do me thonë që është konga ki që Kongën për shembull e kam një kong quhet Kajmak. Është një kong, është një kong fillimet e mia të karrierës ato se kisha lënë, nuk e kisha bas një herë.
qa jem ka met për shembull peng që nështë edhe e kisha mos kesh, e kisha hek prej komplet prej listës të këngëve të mia. S'm pëlqen hiç, po e kum bë dhe tash s'unë hek. Okej. A çfarë mendoj që edhe na jemi qytu edhe prej gabimeve që i kena bërë gjatë Po karrierës? vërtet është ajo, po ky me shpyti a ka met peng diçka. Jo, mos tani na sty. Na duhet të jena ta. Çaj vet. Ai loda. Unë mirë. Çka të rron. Nëse jo muzika, çka i kishe po vetë? Ue. Më drejt për drejt. Pa bëshe, do me do pas për hiç Që që do nëse kur që kom këngëtar hiç. Ku e kishe po vetë? Unë për ndryshe... E di që kom duhet Unë kam... gazetare që e kom. Po, e kam komunikimin masive, kam i diplomum edhe gjuhën angleze njëkohësisht jam. Kështu që sigurisht kisha me qenë prapë në media, diçka në moderim, ose këta dione, diçka me gazetari që kish më lidh. Është pjesë me publikun, punë që është me publikun edhe unë prej momentit parë që kam qenë me grupin edhe kam shiju knasin që është me publikun, ma kam pas qef gjithmonë me qenë pranë publikut. Kështu që në një formë ose tjetër, kisha me qenë sigurisht gazetar, para kamerave dikon sigurisht. Ta sham jo bodhe na ka i pyetja. Jo, këta jo, janë minutat e prezentuesve. Jo thash se më ron meni pyetje diçka ndër. Jo, mas ato ruje të gota, pret. Okej, Jo, koha. Ljovi si këngëtori ka vetë shumë. A e luna herë dadën shpe. A e runë fëmi në herë. Kjo është shumë relaksuese. Nuk bëjmë me qujt vetën dado, po se dado për... Dadësh. Dado. Punën e dadës se kena ajgore që Po, se dado për fëmijët me s'ka shansa. Po nëse si shpreje me mu kujdes për fëmijë. Po, mu kujdes për fëmijë, do me thonë, kujdesna me qefin ma të madh, do me thonë deri te mësinat ma të vogla, nëse nuk është banani me përmena dhe deri te pampersat ja ku ndru vet. Sepse janë fëmija me dhe nuk më vjen marrë për kur gjë absolut njetë pej pune. Ka bo vaki edhe nonës tem i kom një mu edhe nusës tem edhe për punë tjera të shtëpisë, jo veç të fëmija, po edhe për punë tjera. Moni me pyet edhe shoqnin tem edhe familjen. Me krobza shpesh herë. Edhe familjen tem që jam shumë i saktë, shumë familjarë dhe shumë jam detajist në sene të vogla. Puna e dadës ke hajgore se thjerë kanë erë Albanin për shumë, ose kë mu, kur jena të kujdes për fëmija, apo vjen me pikove, da vë një jem dada. Jem dadës. S'kena për juve. Po një po, na det kërset gongë, na... Gongë. Që me vetë, më Po, tash shkruj dhe pytje. Që do më nuk dhe beti qka, valloj që di. Jo Jo, s'ka Albanit një pytje, unë pjanë rej, pro. E ti shumë po full loja. Qatë bën nervëz kuve të fundit, kështë mas shumë të. Kur gjejes. Edhe kuj na vidhu nervëz. S'jam nervöz. Jo bre, ma kanë gjitë që to po më do këtë mund paktën, se unë jam si tip shumë i qetë kështu. Po më ndej nervöz bona edhe unë, po shumë rrallë. Po kove të fundit. Kjo ma kanë shu që to po të fort nervöz je kove të fundit. Nuk e di pse. Ja, je pak nervëz. Ej! S'jam. Tash pyetjet i keni Ku veç janë arshishme? njëri me tjetrin. Nëse s'keni pyetje, ju ndihmojte pyetjet, okay? Okej. Këto Sebe, ola. mundoni domethënë edhe pyetjet ma të repta që jo. Se veç pi ban vetë pytjet se Ja, une... Një dhe valloj, Po ma mirë jam. Taulanti. Ja, ti na i ro, kamermanit. Albanit. Se për Albanit, po ty të ro? Jo, unë nuk jam loj. Ah. Taulanti Albanit. Hajde. 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 Pyetje se Hajde. na. Ja, na një Hajde. rondi, Po shka. shikale pa çka trona. Hajde. Qeni pytje super tronko me ta bo. Jo, Ani Taulanti do. Pasha zoti nuk po di. Okej, na kena sfid, na s'din pyetje, dhe ki borë për jashta. Mora për borë s'ka lidhje, Dali po për jashtë, na bash me dali. bë diçka me një pyetje diçka. Pyetjet i keni sfiduese është kjo. Kjo pjesë është sfiduese ç'tash. O keni me bë pyetjet, o kena të bura për jashta, kena zgjidhje. Kena shumë zgjidhje që të kena me bë për jashta. Tash ti veç përgjigjen. Një maja zë typës, po Po çep dënire. jam marrë. Hajde. Hajde. Pe bëj një pyetje. Merr pak si masi çto. Kush mendon se kënon më mirë, ti apo Fidoni? Ti. Ja. Tash ti E kom. shkum pak pyetje pak ma trona, Përgjigje. jashtë ta korniza tha Fidoni. Fide kënë. Fide kënon më mirë. është ma facë, është ma i ri, ma Tash kush më fosën, tash kush kënon më mirë. përgjigja është e jam. Jo, përgjigje do më përgjigje. Jo.
Përgjigjen e du sakt konkret. A kënan ti ma mirë, a kënan Fidoni? Nga shija është relative. Njerëzve mund mi pëlqy dikujt ma shumë Alboni, jo, po flas tash unë po marr një mendim prej njerëzve. Shpesh herë ka ndodhur që njerëzit Po mirë, pyetjes po në rregull. Po që edhe po të tregoj. Derisa na kanë po tuknu heroneraj, ka pas raste që se kanë ditë se kanë dalluar. Se kanë dalluar kush, okej. Hajde përgjigje zon kolla. Po thash më refidin, Domethënë për ti Fidoni. Ata kanë se ore kam ato. Okej. Zoni. Fidi. A këmë marrë një fide alu. Cilën kongë se kështë knukor? Veç pak se e kam një... Vallai jam plot do. Jo, veç njënë, do të që kur, edhe me ta e lypin shumë dasma, po kur vjen që e kongë, të prejnë kongë. Po, veç një sekundë se i kam do që... Po. Fitilat e lojë. Ja kësha botë se të Unë e kom një kong tjetër, po se përmeni se prejka dhe shok ju. Jo, leni tash, leni se djetë këtë. Ki me përmen se shtash dhe. Ja, aty të kanë zëjtë të venit që shkej shtitu në borë. Fidoni, tavlontit. Po sa herë si do të rata olon. Jo, po mbi ke kaune. Ani. Fel. Kishtë e të venit, hajde. E kujna ke që e kongës. Ata one ju kanë zua veta, e së është tash. Cili A ka pos... Ateja egzoni. Ja, po dhjetë që ju kënë mirë. A ka pos naj rast ciklet shumë diçka naj dosën që jeni kështu ekstremisht në ciklet. Naj moment diçka, naj kërkesa, naj diçka... Në siklet. Jo. Ato zbën. Në siklet shumë të madhë. I kom do roste, po si jam për televizion ato. Moj me thonë, e kom përmenë edhe një intervjist tjetër, pe përmenë edhe sot. Së është ekskluziv tani. Asti Të jara nua, se të është i me tonë borë. Asi ka ngujtë të i kërë. Kalëzja të rasin shkup. Shkup, me perde. A, me perde. Që boleron është. Po, Dhe naj si momenti po, që kur jemi kondarsë në shkup e dini që alo bo ndarsmat me burrat një anë, gratë një anë. Ka raste që i bojnë edhe bashkë, po përqindje Ja, një numër i vogël. bojnë edhe darsma kështu. Edhe na ishëm të knu në bërë për burra, edhe gratë ishin mrena. Edhe thashtë i kishin qitë atje një 2-3 boksa me një gratë atje që po kënajon, edhe këta burrat, valzunja një orë 2 edhe hecë. Tash na tu menu që halo darsma ashtu vazhdua atje, na kena bo muzikë edhe një orë e gjys, kur i na shku mrena atje, do me thonë e kena bo pastrusët me fshisë të fshi. Ade na ja i shkry kejtë që shku të shpia, na tu knu për qep për karrika. Do me thonë që gjovën. Okej, nice, kë. Fidan, prape, jo t'ja. Ape të Holland. Sa me jetë, mo. Me spec, ta i sa. So është kila spesa. Bravo, bëm beqe. Se dikur, nuk Që shkojmi se dhe përgjigjen, Dur kur të në mborë. bura. Dur të mborë. Jo, serios është. Edhe ngëm. Joja Sëmbur ka, po më intereson. Okej, një nuk e diti. Aja, që vetë s'pe di ka jam, mos vaj gore. Që vetë s'pe di ka shpime. Ata vluja të nishme ma e thot po. Po gutësh me ta lamë. Unë ma merë me një 3-4 euro, ma shumë nuk është. Po jo e 3,70, thuj, ngodosin. A e thot okej. Jo, 3-4 euro. Vorët ku e blirë. Nuk dal me ble harë, shkur. Kështu që sfida juve fundit është dardalicia. U kry, hajde. 2, ne putin i dur. A di më qikat ka nejt, a di sa ka nejt qikat. A di sa ka nejt qikat, hajde. Fatës, 5 euro. 5. Ma shpejt, fatos! Po qëtë Ati më në zëtë, ja. Po fatës. Fatos!
Mos jekni. Ato si është ku mund ze. Ato si është ku mund ze. Hajde tu në ze për veti. Jo, ju nxjerrën për sfidës, çore kur ta dy të pirë nxjerrën për sfidës. Nga. Jo ta dy të nxjerrën. Ja, ato ju dy të numërohen. Ju dy të numërohen. Një me ljop ka këti. Valloj korpo, më se Patas, au ball? Ol. Leshi po nërë, po vëmën për ftoftit. Okej, Alban, hajde këto, Alban. Hajde. O, zi. Hajde ne. Limt, jo ftofje, limt. Jo me njërë, po më dhejmë shinë më rëdur. Zoti më momen duhet, ej. Dëgjoj, veç pa. Aerokrem, Mujt, apo boli, që kam shtimë, një dështëri. boljo. Hajde, hajde. Aja, moje, pritë, shte. Hajde, moje. Moje, më si fordje. Moje. 3, Le, është për 3-2 si. Alo. 4, 5, 6, 8, 9. O, kjo bë dalë. Ej, ari ju polo. O, në thash që e kom mërzi ftoftin, qu. Se s'pa ta nik aty. Dëgjoj. Problemi është që jeni mësu me majtë mikrofonin. Si jeni mësu me majtë kamerën, minus në teren për jashtë. E këta janë mësu më dhe më Këta thonë. meritojnë mirë njohje. Kështu që janë këta në teren, janë gjatë gjithë kohë, dhe më thonë janë në ftoftë janë gjithë në kohë, dhe më thonë. S'ki nevojë me shtyp milione. Okej, jemi tek pjesa e fundit. Pjesa e fundit, dullem për jashtë, sfida nuk e realizuti, fut duhet në burë, kështu. Qysh ke kjo natë përgjithësi, dhe më thonë... Mërë na realizun bëllë mirë, po këto e murë gjumë, s'të e kënë Ja, zëmë. po. Qysh ka i përgjithësi kjo natë? Qysh ju tatë? Shumë qefja, u knaqem. Dhe më thonë e Seriozisht, jo, nuk është... Nështë u bo pak klishe, kjo farë punëve që një metë të ti, adin pavarësisht që vina me bo emision, ose për vitri, ose kështu, është një farë knasie se edhe ti ke zjetë atë qelësin e suksesit në qëtë aspekt që nuk po na mbledh veç me kry punë edhe hajt, po na po mbledhin me shoqni që shpesh herë nështë ta kenë qef mu taku edhe nuk po më rrina mu taku sa duhet, edhe këtu po vina nikosisht po bojmë edhe punën, po mandej edhe po rrim për qef, po knaqemi, po diskutojmë gjithçka, po festojmë besa, po knojmë, kështu që është gjithmonë qef, na të poshim ty edhe shumë, edhe tash e ki 25 vjetorin e ke festu, urime ato, edhe i sholla dhe shumë vite që shtu bojnë atë qef gjithë. Tavlan? Lab jemi knas, unë moti s'jum knas ma shumë, dhe s'kum kesh ma shumë se sonde. Këtu do me thonë jërë fundi emisionit, po mjenë shumë keq jërë fundi, po na e vazhdojmë ende tash deri... Jo, erdhë besniki, erdhën për përcimet. Erdhën për përcimet. Besniki merin e kem këtu, edhe pse është ora 1:30 e ka ortar, se edhe që qëta është bot në jam edhe Po qëta është në e maj mira. Faleminderit të një shumë për teje, që na keftu edhe na ke nderu gjatë gjithë jetës, kështu që mirë tha Albanit po qëm gjithmonë edhe inshallah edhe 50 vite tjera. Faleminderit. Dan? Si Albani një. Edam është knasi, po knasëm gjithë në këtë emisione, edhe t'i bojna besa dësene që më na këthej një farë nostalgjie, pak me lujtë në bure dhe farë nice, interesant. Zan? Unë për vedi që shumë emisioni i parë, ju knaqë. Ta zhvija pet. Ta shre, e para kja, ja. Jo, ju dy, Allah një kuft, jo, mirë bëllë. Unë e vishë që thamë ju përnof shneta, edhe i paqit këtë mirat e Zotit, paqit familjen e shnosh, sendet e mira, e na miru pafshim për të mira veç. Shqipe, kuda që jeni, we love you. Hajde Arben, e bukur është kur në fakt vjen në Zvicër, aq ma tepër në kantonin e Bernit, por ndryshe dy dizajnere, dy motra, kanë mendu që traditën tanë, traditën familjare, ta sjellin edhe ta hapin këtë atelier, por edhe një mini lokal mrenda për mrenda këtij vendi. Unë do të takona tani këto momente bashkë me Vlorën dhe me Merin, hapja e lokalit, hapja e kësaj atelieje veç është sonte, unë jam pjesë e tyne, uroj dhe besoj se diçka të bukur. Do t'ju sjellim, por e veçanta e krejt kësaj është një lehtësim shumë i madh,
sidomos për ju vajzat të reja të cilat fakt dëni mu bonusës këtë vit, e jani, edhe nuk keni nevoj mu lodhë marrë drejt Kosovës me mendu se çfarë do të veshni në natën më të rëndësishme t'ju janë, të kanaxhegjit juj. Për shkak se dimijat e dollamat e gjitha këto, sidomos janë për natën e kanaxhegjit. Kështu që, edhe për natën e dasmës, ka zgjedhur lokal në altë. Mirë se ardhët tek Vlora dhe Meri sonte. Unë që 36 vite në Zvicër, unë këtu e shoh një kulturë e cila për herë të parë vjen në regionin tonë, në kantonin e Bernit, posaçërisht në pjesën e Mentalit, në fundin e pjesës të Mentalit, do të thotë në Kirberg të kantonit e Bernit, mund të them është një nostalgji për mu.
sepse që sa vite në Zvicër, ku dikom plus minus gjys milioni shqiptarë që jetojnë kulturën e vetë, dëshirojnë ta kenë edhe në vendet ku janë mas afërmi. Ty duket sot dita Sot po m'duket shumë mirë, më vjen shumë mirë që shumica e musaferëve që janë për gjitha kantoneve të Zvicrës dhe e kam pa të arsyeshme që të vinë të vizitojnë pjesën e mentalit, të vizitojnë një vend ku do të paraqiten dy kultura. Unë e kam pa që do të ketë edhe fustane të modern, të moshës re, mirë po do të kenë edhe nga kultura e jone vjetër shqiptare që do t'ja prezentojnë trive dhe trejave. Ka vite që e njoh Vlorën edhe ja njoh punën e saj edhe o dufta edhe ma herë me bo kjo këto, po që erdhi momenti tash me bo diçka shumë bukur. Nuk dyshojnë të hi se ja njoh punën që e bën edhe sigur jam që kam arrit, kam pas sukses. Është një lehtësim i madh për juve sidomos të gjininë femnore? Absolutisht. Kjo është që ka bërë Vlora sot është me të vërtet një fantazi, po ashtu me motrën e vet. Megjithatë kur e din që çfarë duash ka Flori, vjen pa pikë problemi, sidomos për neve që jemi këtu në Kurbet, duhet marrim kilometra për të shku me ble fustona ose kalojnë kohët e ditët, kurse këtu e dim që vim me termin si që kemi në Zvicër, po e dim që edhe këshillohemi nga një shitse goxha e mirë. Çu do ky muze? Fjala bukur, me të vërtet është një muze. Nuk ma ka marrë menja, unë Vlorën e njoh që disa vite. Ideja që ajo punon, që si që thashtë edhe më parë, duhet i ka Flori, po për që arrin deri këtu, është një fantazi. Ma mërmenja që edhe në Kosovë nuk është një gjë e tillë. Është me të vërtet shumë bukur dhe suksese ju uroj. Diçka unike, s'ka fjalë. Tu e njoft mirë dhe Vlorën, e kam pak a shumë e kam imagjinu që mund me kon ky koncept shumë i mirë, sidomos në Zvicër me arrit këtë koncept është diçka tepër e veçantë. Ju uroj gjitha sukseset. Më pëlqej pjesa e fustanave gjithë, po këto është pak më moderne, me sidomos kjo pjesa tradicionale të neve shqiptarë që na prek shumë, është diçka tepër e veçantë. Edhe vlerësoj tepër, ju uroj suksese, mirit dhe Vlorës. Për neve shqiptarë që jetojmë këtu në Zvicër është një avantazh shumë i madh, një arritje tepër e madhe, një lehtësim sidomos më thonë, dhe mos t'i humbni këto traditate tona. Unë mendoj se është shumë diçka e qellueshme. Unë Vlorën e njoh që se jam këtu në Zvicër, mund të them, edhe Vlora gjithmonë ka qenë kreative, talenti i saj dihet. Unë personalisht kam shumë garderobë që ka ndihmu Vlora për dukjen time në ahengjet e ndryshme. Vlora e ka realizu vendin e vetë edhe për neve që jetojmë këtu është shumë një lehtësim se përpara kemi shkuar në vende ndryshme për ta kompletu garderobën tonë, ndërsa tash e kemi këtu. Këtu dihet ne jemi shumë shqiptarë në Zvicër, ku mund drejtohemi këtu, edhe e veçanta është se Vlora i ka tash edhe veshjen kombëtare, ku në Bern ose në kantonin e Bernit ka shumë shoqata, që tash nuk duhet vim në Kosovë ose në Shqipëri për t'i furnizuar, po e kemi edhe një vend ku mund të orientohemi. Kështu që për neve është shumë një lehtësim i madh, për Vlorën ashtu pse ka realizuar ëndrrën e saj, edhe besoj që Vlora ka me pas shumë sukses në të ardhmen. Unë kom pas fustanat të Vlorës, që i ka dizajnu për mua, jenë konë perfekt për nusën teme, edhe punën që bën Vlora është perfekt. Ëndra Vlorës u realizu ma në fund, është lehtësim për gjitha gjinit femnore, vajzat, nuset, mosha jone pjekur pak, edhe është një diçka shumë e mire për neve. Ich finde es wunderschön, dass man einen Familienbetrieb weiterführt. Das Grosse, das mit dem angefangen hat und die Töchter, die das weitermachen. Und ich bin eigentlich da reingekommen und muss sagen, die Räumlichkeiten sind wunderschön. Ich finde es so schön, wie man es trennt, die traditionellen Kleider und auch die moderne Kollektion. Ja.
Që që do këtë veshjet tonat me Zvicrës? Ju doken që veshjet tona tradicione, ju doken ma bukur, kanë bizlime, gjyrat, ideat, ju doken të veçanta sa Zvicrë. Për neve ishte kënaqësi që ishim të ftuar në promovimin e këtij ambienti kaq të ngrohtë ku promovohet kultura shqiptare, ku na kanë sjellë një copë Kosove, një copë Adreo në vendin e Zvicrës, kështu që vërtet jemi ndje shumë të ngrohur dhe jemi ndje sikur në familjet tona. Edhe dash Zotit që kenë punë të mbarë dhe një vit të suksesshëm. Sot kam përfaqësuar grupin Rapsodët nga Gjeneva. Jemi kolegë, edhe pse unë i përkas edhe një shoqërie tjetër kulturore, por sot vërtet jemi shumë të nderuar dhe të kënaqur për arsye se neve kemi bashkëpunime shumë të mira dhe sot është një ndjenjë veçantë për arsye se jemi mësuar të japim koncerte apo programe në manifestimet e 17 shkurtit 28 nëntorit, kemi qenë edhe të ftuar në përdarsma, por me një ambient kaq të ngrohtë dhe të veçantë, kur sot nuk na ka ndodhur edhe aq shumë shpesh, por vërtet jemi të pasionuar me punën dhe dizajnin shumë artizanal që janë duke bërë diçka unike dhe po shpresojmë herave tjera që të vishin në këto veshje dhe t'i promovojmë vetë duke kënduar dhe duke vallëzuar në ambiente të bukura ku promovohet gjithmonë kultura shqiptare. Është kënaqësi se këto momente mbas gjitha deklaratave, gjitha asaj atmosfere që e pam të hapja, unë i kam pranë vetes së Vlorën edhe Merin, përndryshe është kënaqësi që jam pjesë e juja sot, as më tepër një ëndër e kamoqme e juja, një amanet i asaj nane që është në fotografi mbrapa juve, që u realizu edhe ju arritët që midis Zvicrës me pas një atelier tillë ose më mirë me thonë një muze tillë se përbrenda kësaj që po e shohim edhe që e kam pa dhe shikuesit, është një muze në veti, por edhe një lokal biznesi është në katin e lartë, por duke mos e harruar sepse katin e tretë është edhe Roba Qipësia, ku në fakt ju dy atë nuk naleni asnjë minutë asnjëherë. Kënaqësi është që jemi bashkë. Ne jemi 6 motra, të rritne me punë dorë, të rritne me ari, të rritne me veshën kombëtare, edhe që sa vite jemi në Zvicër, kemi punu, kemi rritë fëmijë si kretë gratë shqiptare që janë këtu, edhe gjithë me ëndrrën që ta bim punën e nonës, t'i bim ato durët e arta me shkëlqy edhe këtu. Edhe më në fund, vendosëm e arritëm qëllimin, me ofru kretë nuseve, të atyne nuseve që nona jonë e ka knaqë në atë kohë. Se kemi punu për shumë nuset Kosovës, sidomos komunën e Rabecit kreti ka bo nona jonë me neve bashkë, edhe tash që mundsojmë ato nuse, mi knaqë nuset e veta me të njëjtën punë, me të njëjtën tradit, edhe ta prezentojmë vetë vetën, ta prezentojmë këtë bukuri që e kemi si popull trashëgim. Kur jemi këtu të ky vend, ky ambient, po është, sa është dash më punu dhe më thonë për mu realizu komplet e gjithë kjo? Për këtë punë, janë vite, që kemi pa kretë atelien këtu poshtë, që prezentohet punat trashëgimia këto të kulturore, janë 2 vitet mira punë këtu të investu me pundore. Për të atelien e eltë janë 3 muj punë, që kemi punu ditë e natë për me arrit këtë hapje kërë morëm lokalin. Ku ju flenë zemra ma shumë? Në ta poshtë? Të dyjat. Këto a kemi bërë që moti, po dhe fustana nona ka kep, kemi kep motrët, kemi kep na, edhe motra e kryti për dizajnë të cyre, pak ma u bo profesioni pak ma i përsosur edhe kështu vazhdojmë me modelet tona, shpresojmë që edhe për diasporën e kemi lehtësu këtë punë, se kemi pasionet më afër, sa kemi më mundu me gjithë shpirt e zemër. E përmendi që për diasporën më afër. E di se qa heken dhe më thonë për marrë me bu për zgjedhin qovë dimijave, qovë dëllamave, qovë veshjeve kombëtare, po edhe të fustanave, kështu që një lehtësim shumë i madh është ofru përgjithësisht. Zvicra nuk ka 3 orë kema prej Gjenevës deri këtu për marrë 3 orë gjithë, kështu që nuk është larg domethënë vija ajrore që mund marrë me bu zgjedhjen te ju. Po unë që sa vjet kam qep për rrethin e ngushtë për shoqëninë, edhe
mu kanë lutë klientët që ta hopin e dyqan që t'ju ofrohet mundësia me ardha dhe me zgjedh. Jo vetëm me porosi, me pret, se unë kur punosha 100% ato e bësha si pasion mas orarit punës, edhe aq të kënaqshëm janë konë me punën që kanë kthyer ndosëm si me një këmish natë, edhe nuk më kanë largu mua dhe më kanë lutë ditë e natë që t'ju ofroj këtë mundësi me hap edhe këtu, që me ardhë shpejt e shpejt. E përmendet motra, gjitha janë në këtë zanat që të profesion? Motrat? 6. Dhe thonë, ju po kepshit fistona për motrat Mustafa, ato po knejsh. Edhe nusja vllaut, edhe qikat e vllaut. Në lab, ku takimet lene, qiken e kom vajza ime është në 14 vjetë që a zgjedh me stilin ma të mirë në shkollë. E kjo është dishka me të lene. Dhe më thonë, kur e dënë, edhe për fillimi, dhe më thonë, ushqesh me që ata, dhe më thonë, brez pras brezit, dhe më thonë, juve veç ju ka trashëgu, dhe më thonë kja. A pretin që kene me pas punë, a pretin që ka me qenë, dhe më thonë, jo vetëm klientela e Kosovës, po ka me pas edhe klientel të huj, sepse unë bashkë të Zviceranë ka gjë shumë këto. Po me lavdotat që kemi marrë për teshat kur e veshim, se zakonisht teshat për dalje, ose e ndryshojmë ose i qepim vetë. Me lavdotat që kemi marrë dhe me pyetjet se ku i keni marrë, e kam fituar besimin që keme pas punë. Keme pas punë. Edhe sidomos që jemi... Edhe të që ju shohim sot, janë tjuja ta po. Prodhemi ju, bravo. Mu po m'vjen mirë edhe uroj edhe besoj që kam shku mirë edhe m'barë. Po juve dyja emocionali, forca, në anën tjetër e du një falenderim shumë të madh për familjet e juja që pa marrë parasysh ata që ndrojnë brapa juve dhe janë motivi kryesor për më vazhdu ju punën. Motra ka gjithë një shprehje thotë çoj se bashkimi e bën fuqinë. Po edhe të shitja këtyre tesheve në Zvicër për ne shqiptarët janë shumë tradicional, shumë e dojnë traditën. Edhe besoj që edhe bashkimi i shqiptarëve ka më na dhënë edhe neve fuqinë, me punu më shumë, me ofru më shumë, me kënaq më shumë. Këtu erdhë dhe fundi kësaj jave, uroj edhe besoj që diçka të bukur edhe ju kemi sjell. Faleminderit Luna Resort ku kemi qëndruar dhe po realizojmë emisionin Një kafe me labin. Faleminderit ekipit Radio Televizionit 21 palellshëm të cilët janë, por edhe një falenderim edhe një herë për gjithë ata të cilët fakt më përkrajnë dhe më mbështetin. Ju e dini që aromën e kafes gjithmonë në studion e emisionit Një kafe me labin më ka jap pa vini. Unë udhtoj kudo në përbot bashkë me Prishtina Tiketin. Ju e dini që Prishtina Tiketi biletat edhe mirë edhe lirë. Me GP Aviation mundeni me ardhë drejt vendindjes të juj, po edhe ne mundemi me mëlltu prej Kosovës kudo që mund të dalim lirshëm të lëvizim pa viza. Por edhe një falenderim shumë të madh për Aria Petrol, për ndryshe ju mundeni me shku drejt Aries me marrë karburant, por edhe me shfrytzu marketin, por besa edhe dy restoranet. Rrugë 66, por edhe restoranin Ditor, Darkor, pse 24 orë është në shërbimin e juj. Kështu që, Aria Petrol është në shërbimin e juj. Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tam, faleminderit që është pjesë e emisionit Një kafe me labin. Diçka bukur edhe sonte, takohemi javën tjetër, prap me musafire me gjëra të bukura.